Fundjavë negociatash, fundjavë diskutimesh, fundjavë ngjarjesh të rëndësishme, konferencash për shtyp në lidhje me deklarata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, specifikisht në Shtëpinë e Bardhë, aty ku Donald Trump është kapur duke bërë një sy gjumë. Në fakt, ka qenë zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, Taylor Rogers, që tha në një deklaratë për CNN se presidenti nuk po flinte. Në fakt, ai foli gjatë gjithë kohës, u përgjigj shumë pyetjeve nga shtypi gjatë njoftimit, i cili përfaqësonte një ulje historike të çmimeve për amerikanët për 2 ilaçe që ndihmojnë amerikanët të luftojnë me diabetin, sëmundjet e zemrës, obezitetin dhe problemet të tjera shëndetësore. Presidenti Trump ishte shumë i vetëdijshëm, deklaron zëdhënësi i tij, mirëpo vetë guvernatori i Kalifornisë poston këto imazhe duke deklaruar se gjymashi Donald është kthyer sërish. Ndjekim videon. They can breathe is when they go to bed. Folks whose knees don't hurt, people who don't have heart attacks, renal failure, dementia, all the things we know are associated with obesity and much more.